të re të zhvillimit të qeverisjes elektronike. Akshi është një histori e jashtëzakonshme suksesi, e cila ka kaluar përmes një rrugë u bë shpëtimtare për shëndetin e shqiptarëve, të cilët përmes saj mundën njëkohësisht që të zbatojnë edhe masat e domosdoshme kufizuese. Një rrugë ku sigurisht nevoja për financim ka ardhur duke u rritur, pasi sistemet e ndërtuara kërkojnë financim qoftë për të ndërtuar, qoftë edhe për të mirëmbajtur, dhe një rrugë ku qartësisht lindi nevoja për të ndarë udhëheqjen e qeverisjes elektronike, për caktimin e standardeve, orientimin e arkitekturës digjitale, koordinimin e forcave të përfshira dhe kontrollin e cilësisë dhe përputhshmërisë me gjithë nivelin operacional. Për të ndarë jo më mes sektorit publik dhe sektorit privat, po në radhë parë brenda sektorit publik. Për të ndarë duke krijuar kështu një kompani të re, Albanian Digital Solutions, që do të zhvillojë sisteme pa pasur gjithmonë nevojë që shteti t'i drejtohet privatit, po përkundrazi me ambicien që shteti të krijojë kompaninë më të suksesshme publike të zhvillimit të sistemeve dhe të mirëmbajtjes së tyre. Kompaninë më të suksesshme në treg, një kompani e cila të ketë kapacitetin të kthehet në një hapësirë për të gjithë talentet, një kompani e cila të ketë pagat më të larta në tregun e shërbimeve digjitale, një kompani e cila të ketë kapacitetin që talenteve jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, të ofrojë mundësinë që të bëhen pjesë e saj, duke kombinuar qoftë punën në zyrë, qoftë punën në distancë në funksion të qëllimeve, një kompani që të jetë garanci për institucionet e vendit, të cilat nuk mund të mbeten asnjëherë peng i privatëve në mirëmbajtjen e sistemeve të tyre, një kompani që të garantojë të gjithë vazhdimsinë teknike, por edhe të ofrojë përgjegjësinë më të lartë institucionale dhe qytetare në raport me publikun, duke garantuar njëkohësisht matshmërinë e shërbimit.